shkojmë me pyetjen e radhës. Që e radhës nuk është pyetje, po e veçova se është një temë shumë e prekshme. Në më thënë ju ka shkruajt juve kështu, selam aleikum hoxha, a mund me bo dua se s'kam thmi 15 vjetë. Subhanallah, aleikum salam, aberikatu. Zotin e madhe lusim që Allah sa më shpejt të këson në vlat. Të bën këtë vlat gëzim për juve në dunjojnë në ahiret. Atë që kësha dash me i këshilu këtë familje, këtë qift që e kanë dërgu këtë kërkes që na me bo dua për ata, është që ata mos dorëzohen. Unë e frikë kam pas një rast, një vllai joni që pas një kohë shumë gjatë, Allahu e gëzoi me vlat. Edhe e ka një vajzë që lusim Zotin Allah të jepi më reshëndet. Që ta bën me dije se nuk duhet asnjëherë të humbin shpresat te Allahu i Madh. Dhe të lusin Allahun që Allahu t'i gëzon me fëmijë. Allah ka shumë për me dhona, ajo është me kërku prej Allahut. Dhe e dyta, edhe nëse Allahu ka përcaktuar që ata mos me pas fëmijë, le të dinë se Allahu në çdo ditë që ata jetojnë pa fëmijë, Allahu dëshiron që atyre më ngrit gradat hala më lart sa që i ka. Se me tu pa evlat, gradat më lart në xhenet. Gradat më lart në xhenet, po edhe në dunjë. Edhe në dunjë. Dhe se Allahu e treta, dhe se Allahu që s'u ka dhënë fëmijë, me siguri ka qenë më hajër për ata. Nëse s'u jep deri në fund të jetës, se nuk i ditë, me siguri ka qenë më hajër se po tu ishte dhënë, po tu kishte dhënë Allahu fëmijë, ndoshta ato fëmijë do të ishin gazep për ata. Se na nuk e dim ku është hajri. Nuk e dim ku është hajri. Në ndonjëherë takojmë njerëz të cilët shembull e shprehni probleme bashkëshortën e vet. Ndodh kjo. Edhe e kalon bashkëshortja, ka hik, por i kësaj. Mos marr vesh, kështu që ndodh ajo. Nuk ka mirë me ndodh, po fatkeqësisht po ndodh. Edhe ai vjen me kajt breng, dert, derisa ndonjëherë mrin deri tek njerëzit që ju shkon mendja dhe ka e keqja. Edhe unë thonë, vëlla, çetso. Merre vetën me të mirë. Pandua, lutë Allah, se Allahu ka dash me këtë sprov ty me të rahatun. Ty duket se tash sot është fundi i botës. Unë thash, po të tham se sot ti ke lind për së dyti dhe se Allahu ka përgatit një surprizë për ty që ti mas kohë dramatisit e pa. Prit, hec pa kip kodër, tu zbrit të poshtë ki me gjetë surprizën tënda. Ama li pa kohë kjo punë. Vëdhe vallaj, sot një vëlla erdh, kishte qenë bashkë me bashkëshortën e vetë, te xhamia erdh, e tha që është bashkëshortja ime, tha më kujtohet fjala yte para 6 viteve, 5 viteve, nuk e di. Tha që ma ki thonë këtë fjalë, sot ishte në xhami. Tha jam martu me këtë bashkëshortën time, tha kur njëjtë s'ka mujt me imagjinu një bashkëshorte si kur kjo. Allah më ka qenë rahati, mirë kuptim, kemi dashni, thash me atë parën që ti mendosh se është fundi i botës kur janë nda, thash unë e di prej problemeve që ke pas ti kur s'ke pas asnjë ditë të bardhë me atë. Ti ke pas bela fesat çer. Valla po thash, edhe apet kur të la ajo, ti ke menduar se është fundi i botës. Po thash shife, sot pas 5 viteve e falendron Allah që Allah të ka rahatu. Nga çaj grua, po nga çaj burri, se të njëherë edhe burri mundet me lon gruan. Edhe kundërta është. Du të them se neve që Allahu na sprovon ndonjëherë me ndonjë sprov, nuk duhet me kuptu si fundi i botës, me kuptu atë si një mirësi dhe begati që Allahu na e ka dërgu, me cilën ka dashur me na mbrojt prej një të keqes më të madhe, apo Allahu ka përgatitur një surprizë për neve dhe tash janë në një sprov. Sikur se profesori nxënësin e shtin në provim test dhe ja jep pyetjet, ja jep tronda pyetjet, ama në fund i jep 5 kur ai përgjigjet. Në momente ndoshta i duken shumë rënd, por kur të nisë ka i ban krejt kur është merr 5. Merr 10. Po me çat 10 nesër bëhet kryetar shteti, bëhet kryeministër, bëhet ministër, bëhet drejtori i suksesshëm. Kjo është surpriza.
Ama ajo është dash pak mund njerësit edhe është dash pak me e te kalu një sprov, një provim, a mos kishtin provim. Kur së një kish marrë ato nota, kur së një kishte kry fakultet, kur së ishte bon i madhë në jetën e vetë. Apo? Kështu është jeta. Jeta i ka provimet e veta. E tash nuk ka provim që s'është pa frikë të vogël. Çdo herë në provim, para provimit me të pyet dikush diçka, Allah më duket se kur gjozdi, kur të hish në provim, derisa të hish o vështirë. Kur të hish provim, nëse e ke lexuar materialin, ato vet pyetjet janë të përpiluar në metodën, në mënyrë që ti ta përkujtojnë mësimin që e ki lexuar. Nuk është asgjë e rastishme dhe nivele i metodikës dhe didaktikës në proceset edukative arsimore tona, elhamdulillah është i mirë. Edhe pse janë duke i prish me këto pilot projektet edukative arsimore që na vijnë prej jashtë, na e prishën dhe janë duke prish dita ditës procesin edukativ arsimor dhe arsimin në përgjithësi. Wallahu ala.